Hetimet e fundit të publikuara nga emisioni investigativ Plug në Syri Televizion zbulojnë një sër skandalesh korruptive me përmasa të mëdha, të lidhura me figurat të larta të qeverisë shqiptare, përfshirë dhe vetë kryeministrin Edi Rama. Në fokus janë koncesionet e sterilizimit dhe check-upit, që sipas vendimeve të KLSH dhe hetimeve të SPAK, ka shkaktuar dëme mbi 240 milion euro për buxhetin e shtetit. Dosjet tregojnë se biznesmeni Ilir Rapaj u informua paraprakisht për dhënie me koncesion të sterilizimit dhe përgatitjen e dokumentave me kosto të fryra në bashkëpunim me ish-ministrin Ilir Beshaj. Hetimet për tenderat e Aksit zbulojnë lidhje të ngushta mes përfituesve dhe njerëzve të afërt të kryeministrit, përfshirë baxhanakun Armand Franku. Kompanitë e lidhura me të kanë përfituar mbi 53 milion euro ndërmjet nënt kontraktimeve dhe skemave që sugjerojnë konflikt interesi. Në fushën e energjisë, emisioni zbuloi skemat 5B të drejtorëve në varësi të Belinda Ballukut, ku përfitojnë fonde publike përmes redit familjar dhe kompanive të ndërlikuara. Vetëm përmes skandalit me anijet e gjeneratorëve Tigrat në Vlorë, ka shpenzuar mbi 70 milion euro pa prodhuar energji. Në total, vetëm nga aferat e dokumentuara nga emisioni Plug, dëmi financiar i shkaftuar shtetit shqiptar llogaritën mbi 1.2 miliard euro. Këto para në vend që të përdoreshin për rritje pensionesh, ndërtim shkollash, spitale apo mbështetje për bujqësinë, kanë përfunduar në xhepet e qeveritarëve dhe njerëzve të lidhur me ta. Kjo paraqitet si një arsye madhore për efektim publik përpara zgjedhjeve të 11 majit.